Mbrojtja e Hormuzit, pra pika kyçe e gjithë diskutimit edhe pasojave cilat ne jemi duke i ndjerë drejt për drejt, pavarësisht që kemi këto ulje dhe ngritje të çmimit të naftës edhe benzinës e tjerë, sigurisht është shqetësimi më i madh i të gjithëve. Trump ka bërë disa deklarata shumë të forta që madje nëse nuk e bëhem, deklarata parafundit ishte që edhe vetë Irani do humbas para nëse mbyll Hormuzin, pra nuk i levërdis atij që ta bëjë këtë gjë edhe në vazhdim, pra për ta përshkallëzuar, ndërkohë që ai thotë që edhe nëse ai ka plan ta mbyll plotësisht apo ta mbajë të tillë, ne do kemi kundërpërgjigje, ndërkohë qarkullojnë informacione që ka patur një amerikane e cila ka shkuar atje dhe pas kërcënimeve të Iranit është kthyer mbrapsht, ndërkohë amerikanët thonë që jo, nuk është e vërtet, përpiqem të bëj një përmbledhje me fjalë të thjeshta se çfarë ka ndodhur. Çfarë mund të ndodhë, cilat janë skenariot e mundshëm për Hormuzin dhe efektet e tij? Përpara se të vi direkt tek pyetja juaj, më lejoni që të shtoj diçka në lidhje me atë çfarë thanë paraforcit deri tani, sa i përket të rëndësisë të Pakistanit edhe të ditës së sotshme, që për mua unë do ta quaj edhe një D-Day, pra një ditë vendimarrje për gjithë botën, për vetë faktin që ishte me të vërtetë një javë intensive me deklarata të jetë të rrezikshme, do të thoja. Ndaj edhe për mua Pakistani, për posa këtyre që u thanë me të drejtë, është edhe në fakt edhe një emergjencë për të cilët urgjencë që sot të vendosën dhe të bëshin të bisedime. Me emergjencë tjetër është pa diskutim fakti që për herë të parë pothuajse në 5 dekada ndërmjet SBA-s dhe Iranit, pra përposa këtyre bisedimeve, marrëveshjeve që janë bërë ndër dekada, sot e pam që zëvendës presidenti amerikan ishte i pranishëm në këto bisedime që ka tregonte jo vetëm rëndësinë thelbësore dhe seriozitetin dhe rrezikshmërinë që kishte kjo marrëdhënie ndërmjet Iranit dhe SBA-s, por pa diskutim edhe emergjencën që duhet zgjidhur ky konflikt apo ky ngërç gjeopolitik. Sa i përket ngushticës së Hormuzit, ka qenë një surprizë e jashtëzakonshme ekonomike dhe gjeopolitike, por edhe gjeostrategjike, dhe kam përshtypjen që të gjithë analistët dhe njohësit e çështjeve ndërkombëtare e kanë tashmë edhe një pikë shumë të rëndësishme referimi për të zhvilluar edhe analizat e tyre në VMC, pse jo dhe studime për kancer rreth kësaj çështje, për vetë faktin që ajo njëherë zgjoi rëndësinë që ka Irani në pozitën e saj gjeografike në atë rajon. Pra, ne deri tani, pra ose vitin e fundit kemi parë... Pra ka mundësi për të bërë presion realisht, duke përdorur pozicionin e tij gjeografik, edhe politikisht. Ai po e bën presionin në mënyrë direkte, por unë mendoj që fal pozitës së tij gjeografike, po sigurisht edhe burimeve të tjera natyrore, i ka dhënë mundësinë Iranit që të jetë një faktor kyç gjeopolitik dhe gjeoekonomik në lindjen e mesme. Dhe besoj që ndoshta as vetë Irani nuk ishte kaq i ndërgjegjshëm për këtë rëndësi të jashtëzakonshme ekonomike që kishte deri tani, përpara këtij konflikti që ishte pra deri në 28 shkurt. Megjithatë, çfarë është e rëndësishme, është vërtet është elaboruar her pas here me rëndësinë për faktin që ne duhet të ndalojmë Iranin për të patur një program nuklear, por unë mendoj që tashmë nëse ka një armë bërthamore të vërtet, Irani është ajo e armës ekonomike. Për mua kjo është arma bërthamore e vërtet e Iranit.